Mos shkoni kur të flini gjumë pa bërë këto gjëra që do t'ju them tani. Ndiqeni me kujdes. Flasim për mistere, për enigma, por disa nuk e kanë kuptuar që çdo gjë është frekuencë, çdo gjë është vibrim. Dhe nëse do ta ndiqni këtë informacion deri në fund, jam i bindur që shumë prej gjërave që keni në mendje do të ndryshojnë. Kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Sinqerisht faleminderit. Atëherë, duhet të dini që është bërë një studim për sa i përket mendjes së njeriut, sepse disa njerëz përpara se të flenë gjumë, zakonisht kjo është për gratë, sepse u bën në disa teste që janë kryer për të kuptuar diferencën nëse njeriu pastron dhe rregullon përpara se të flenë gjumë. Çfarë do të thotë kjo? Ka disa gra, për shembull, që i lën punët për të nesërmen. Pra, për shembull, për të larënët, për të fshirë apo për të rregulluar diçka, e lën për nesër. Mirë po, ky akt krijon probleme, krijon kompleksitete në trurin e njeriut, në trurin e grave. Thash, është bërë një studim, nuk është se është shpikur kështu, nuk është një ide konspirative. Normal që ne tani po e trajtojmë si një konspiracion, por ka të vërteta brenda dhe do t'i them se si. Shiko, përveç se ngjyrave, së pari do t'i them këtë, pastaj do të them ngjyrat. Atëherë, duhet të dini që gjatë jetës son ne jemi të varur nga disa rregulla. Me një fjalë, njeriu nëse nuk do të kishte rregulla, do të kishte komplekse në tru. Nëse keni vëre për shembull që Tarzanët, ata fëmijët që jetuan nëpër xhungla apo të tjerë që nuk kanë një rregull në tru, vdesin më përpara, sepse vdesin qelizat. Nuk ka frekuenca të mjaftueshme, sepse çdo gjë është frekuencë. Nuk ka frekuenca të mjaftueshme dhe kjo krijon probleme, krijon kolaps në trurin e njeriut. Me kalimin e kohës, këto neurone nuk kanë më informacione. Çfarë informacionesh do t'japin në trup? Dhe kështu që me kalimin e kohës degradojnë qelizat, degradohet truri. Dëgjojeni me kujdes, sepse kush është ekspert dhe e njeh mirë këtë fushë e kupton shumë mirë përse po flas. Pra edhe infermierët, mjekët apo specialistë e kuptojnë shumë mirë. Tani, nëse çdo gjë është frekuencë, duhet të dini që rregulli në trurin e njeriut është thelbësor. Dhe gratë për shembull, por edhe meshkujt, gratë që shkojnë të flenë gjumë pa larënët, apo pa fshirë, apo pa rregulluar, apo pa hequr atë si quhet ajo tovalja, nuk më vjen tani, mbulesën e tavolinës. Mbulesën e tavolinës, pa bërë këto, me një fjalë, truri fillon dhe ka disa kompleksitete dhe do t'ju them se çfarë. Atëherë, duhet të dini që fshirja, pastrimi i një gjëje të sjell dobi edhe në vetvete. Nëse keni vënë ti kur pastroni diçka, çdo gjë është e pastër, thua, ua sa mirë. Lirohesh, e keni vënë re këtë? Që ti lirohesh, psikologjikisht lirohesh, por njëkohësisht ti lirohesh edhe fizikisht, sepse është pikërisht pra pjesë e trurit tënd, frekuenca të trurit tënd që ka organizuar trurin. Pra, në momenti që njeriu mbaron darkën, është mirë që përveç se të pastroj vendin, por të lajë edhe enët, sepse truri e kujton që ti i le enët pa larë. Në fakt, ky studim që është bërë kryesisht në gra, ka dhënë rezultate vërtet maramëndse. Po thuajse 90% të këtyre problemeve, pra të problemeve që mund të hasen me kalimin e kohës, shkaktohen pikërisht nga mos organizimi, ose nga disorder, ose si quhet, nga çrregullimi i trurit. Pra, përpara se të flini gjumë, është mirë që të pastroni, të rregulloni, nëse ka diçka për të rregulluar divanin për shembull, dhe ti palosni ato në mënyrë korrekte, që t'jenë, për shembull, ditën tjetër t'jenë si kuti shkrepse. Vireni re këtë, bëjeni për të mirën tuaj, nuk po e them për vete, dhe nga këtu fillon çdo gjë, sepse duhet të dini që, si ju thash edhe më përpara, ne flasim për mistere dhe çudira zakonisht në këto argumente. Dhe disa më shkruajnë që thonë, ndoshta dikush na ka bërë magji, apo ndoshta nuk na shkon mirë punët apo gjë, varet nga shumë faktorë. Me një fjalë, nëse nuk shkojnë mirë gjërat, sepse ndokush me të vërtet mund të ketë, sepse magjia për mendimin tim ekziston. Varet kryesisht varet nga mos organizimi i mirë i njeriut, i secilit prej individëve. Pra është organizimi i pari ai që organizon trupin dhe trurin tënd. Dhe nga momenti që ti organizon gradualisht, ti e shikon që jeta jote shkon më mirë. Nga këtu fillon çdo gjë. Pra edhe pse ju duket paradoksale, unë jam i bindur që nga këtu fillon çdo gjë. Në fakt, ky studim që është bërë, siç u thash edhe më përpara, i këtyre grave që kanë çrregullime në
të nesërmen, sepse kështu vazhdo, me fjalë, nëse ti nuk e pastruar enët, nëse nuk e lar enët, nëse nuk e pastruar tavolinën, ta kesh palosur atë kuvertën e tavolinës, pasi të kesh fshirë dhe në tokë, me fjalë dyshemen, dhe të kesh larë nëse ka dhe gjëra të tjera për të larë, nëse ti ke organizuar gjithë këtë, jo vetëm në kuzhinë, por edhe në sallon, çdo gjë ditën tjetër do të paraqitet në mënyrë më eksakte. Vireni re, kam provuar personalisht, po ja u them këtë, unë që kur jetoja vetëm, me çdo gjë e bëja më përpara, me fjalë, bile ka disa punë që unë në momenti që më paraqitet një punë, unë kërkoj ta mbaroj sa më parë, sepse e organizoj më mirë ditën dhe punën, sepse bëhet një kolaps pastaj të gjitha punëve të tjera. Pra, u paraqit një punë, e mbaroj këtë, sot. Nuk po them ta lë për nesër. Mos e lë pleqt e moçëm, thoshte një diçka që ne e përsërisim shpeshherë. Punën e sotme mos e lër për nesër. Po unë nuk e kam marrë fjalë për fjalë, e kam marrë akoma më keq. Unë çdo gjë e bëj në sekondë. Më erdhi, në sekondë e bëj. Duhet bërë sepse ndryshe pastaj akumulohen të gjitha ato dhe duke u mbledhur të gjitha krijojnë kompleksitete. Pra, në këtë prizëm, nëse ti në shtëpinë tënde i ke organizuar të gjitha këto, nga ky moment do të organizohet më mirë truri yt ditën tjetër dhe me kalimin e kohës ti ke përballur një pjesë të mirë të problemeve. E di që duket paradoksale, do thotë njëri çan këto budallëqe, çdo gjë është frekuencë. Sinqerisht po jo them. Çdo gjë është frekuencë dhe nëse do të rregullojmë këto frekuenca, padyshim do të rregullojmë jetën tonë. Disa mund të thonë ç'lidhje kanë, sepse kam lexuar ndonjëherë, ç'lidhje kanë enët apo teshat apo pastrimi i shtëpisë me trupin ton. Provojeni vetëm një muaj. Provojeni dhe do ta shikoni. Pra, nga këtu fillojnë të gjitha, nga këtu është baza, sepse ti kur fillon dhe ke komplekse, fillojnë problemet e frekuencave në tru dhe në trup. Njëkohësisht me kalimin e kohës shtohen këto frekuenca të këqija dhe mbledh më shumë magji të keqe ose energji të keqe, si mund ta quash. Dhe kjo tërheq edhe akoma më shumë energjinë e keqe. Pra nuk është se pastron energjinë, por e tërheq akoma më shumë të keqen. Dhe nga këtu fillojnë dhe problemet e tjera. Pra, unë mendoj dhe jam i bindur për këtë, që është kryesisht organizimi i jetës sonë. Thash, kjo është vetëm njëra, por është kjo me fjalë në shtëpi, por ke me qindra gjëra të tjera, si thashë më përpara, edhe në punë. Nëse ti e organizon punën dhe shtëpinë ashtu siç duhet, ti ke përballur një pjesë të problemeve dhe njëkohësisht ke shumë mundësi me fjalë që të ecësh më mirë në jetë. Megjithatë, kush nga ju e organizon jetën e tij në këtë formë? Pra, kush nga ju pastron, rregullon dhe e bën çdo gjë të jetë eksakte dhe pastaj shkon dhe shtrihet? Kush nga ju e bën? Dhe në jetën e përditshme, për sa i përket punëve, a e bëni në këtë formë? Pra, a jeni të organizuar? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë, sepse padyshim disave mund t'ju interesojë ky informacion. Kalofshi një ditë bukur.